Punimet për ndërtimin e korridorit 8 në pjesën e Gostivarit për në Kërçov sipas realizuesve po ecin sipas dinamikës së planifikuar dhe pas një pengesë. Po punohet në ndërtimin e urës së 5 në kilometrin e 5 dhe ndërtimi i saj bashkë me urën e 7 në kilometrin e 7. Sipas inxhinierit përgjegjës për këtë urë, sfida më e madhe ka qenë ndërrimi i kahjes së lumit Vardar, por gjithnjë duke u kujdesur për të mbajtur origjinalitetin e tij dhe mos dëmtimin e të njëjtit. Po ashtu një kujdes i veçantë gjatë ndërtimit të këtij korridori është dhënë edhe pikave ku toka është e rrëshqitshme, duke ndërtuar muret me gur që do të garantojnë sigurinë e urave. We have the biggest challenge, the Vardar River intersecting with this bridge, which is very significant role for Macedonia, which is going through Skopje. As per design, with the support of Earthwork Department, we diverted the river first, and the increasing side, we have two piers. We constructed with pile cap, elevation and pier head. Then the second phase has started, and in the decreasing side, our substructure construction is continues now, ongoing. Yeah, as the substructure, 80% of substructure is completed now. 20% is are ongoing, and as Bektelenka, as per our scheduled execution plans, everything is going well, and we are constructing it. Muret e gabionit janë ndërtim kyç në strukturat mbajtëse. Ato i bëjmë për shkak punimeve të slopit, aty ku ka pjertësi. Për çdo arsye, në rast se toka bie për poshtë, aty mund të ndalet për erozionin e tokës, edhe për çdo pengese ku ka rreshje të shive dëborëse. I gjithë materiali bazë që prodhohet në ndërtimin e urave apo pjesëve të tjera të betonit sigurohet nga gryrja e maleve që shërben po ashtu edhe për uljen e lartësisë së tyre, ndërsa kujdesi kushtohet cilësisë së materialit bazë, me qëllim që siguria e ndërtimit në seksionin 2, por edhe në seksionet e tjera të jetë në nivelin e duhur, thot inxhinierja përgjegjëse Marija Risteska. Во многу добра соработка сме со нашиот оддел за квалитет на безбедност на квалитет. Тие секојдневно земаат примероци од тука. До сега ние работиме веќе 10 месеци. До сега не се случило да имаме некој проблем. Секако основата и подосновата се еден од водечките делови na patot. Deri në prill të këtij viti, punët në korridorin kishin përfunduar deri në 30%, njoftuan nga kompania, ndërsa muaj më parë, punimet kanë filluar edhe në pjesën e parë të korridorit të 8, aksi rrugor nga Tetova për në Gostivar, e gjatë 17 kilometra dhe ka vlerën e mbi 90 milion eurove.